dashur. Përshëndetje. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi të pres. Faleminderit për kohën. Si je? Po duke shumë bukur. Faleminderit. Shumë elegante. Faleminderit. Hajde, rahatohemi bashk. Kjo e parda me të shku me kostumin. Tamam, ne pas në qilu. Si të kemi? Mirë, faleminderit, mirë. E lodhën pak prej rrugë, po. E lodhën prej rrugës, pra me njëherë nga aeroporti e direkte në studio, a? Po. Si ishte fluturimi? Mirë, me vonesë pak, po mirë. Duar trokitjet në fund nuk munguan, besoj, a? Ja, kur zbret këtu i kemi ato. Sa të shpeshta i ke këtu fluturime drejt Kosovës? Me thonë drejt Vlerona në ustaj shumë shpesh. Ustaj, pra një mujt isha sa është në mars isha, ta është një mujt gjysë sa janë, tamon. Ustaj shumë shpesh, ka ku i biznesit këtu, kështu që ustaj shpesh. Po shkon mirë çdo gjë, e kënaqur, apo konsideron që ndoshta edhe ardhjet e tua kaq të shpeshta, i bie që pa prezencën tënde, vështirë, je nga ato tipa që don me i pas gjanat në kontroll, duket, a? Ashtu është. Ashtu është. Duhet t'i kem cak pak që thojnë. Okej, mirë. Kjo të bën që sigurisht është një lloj arsye e gjithë suksesit që bëhet në vete. Të thash më duke shumë bukur, shumë elegante, e kuruar, kështu të kemi parë edhe në gjithë shka që ti publikon, që poston, pra i kushton një rëndësi të veçantë kujdesit ndaj vetës, apo jo? Unë ndaj vetës, po si po, mundona edhe tjertë mi kuru, po vetën nuk e lonësh. E kam pik dopt këto, nuk e di pse, po me të vërtet e du shumë mirëmbajtjen, e du shumë veshën, e du t'jem kështu. Të dukesh ka që kuruar zdo herë. Qa me ndonë për ato zonjat që ndoshta nuk e kam vetën në rend të parë për nga mirëmbajtja, se kujdesin ndaj vetës është një obligim, konsideroj më i vogli që i detyrohemi vetës tonë, Unë mendoj me qenë një obligim me i miri për femrat, që ta kenë në mendje që mirëmbajtja e jote është prezentimi i jëtë. Kështu që, dhe më thonë, mirëmbajtja e femrës është prezentimit e dikush tjetër. Kështu që unë mendoj që ketë ta qesin në shkollën e parë. Se na me nisë me një punë të skryën korë. E vërtet. Më mirë t'i bëjmë punë duke u duk bukur. Shumë e vërtet. Ke qenë gjithmonë kështu, pra edhe si e vogël nga fëmiria, çka të kanë tregu, si ke qenë si e vogël? Më thonë, unë jem rrit me një familje shumë të madhe, me bo me të thonë sa vllazën e muatra. E thashun në fillim. Jem rrit me një familje mbrej 18 fëmijësh. Dhe me thonë, 10 motra, 8 vllazën. Mashallah. Faleminderit. Edhe nuk është që kemi pas kushtet keq, që kemi pas kushtet shumë mirë, po atëherë ka qenë pak babën e kum pas si pleqnor, me të pas, nuk kemi guxu mu veshe, mu ndreqe, po unë kam qenë ajo që kam lyp pak depërtoj, edhe tinës babës pak që... Në qëfar forma e ke po? A ke ndo një rast që mund të ma tregoje? Po, vëllaj bol. Hajde, më tuj në një. Shumë rosta kemi tinës. Qka ke po tinës? Po ta tregoj një mas interesant të ku jam martu. Se desa jam martu s'kum guxu me vesh pantulla. Pantulla? Jo, s'kena... Se që ke vesh? Kule. Se në unën e kisha prajonës Raovecit, atje në Raovec jenë konë me kule, se unë në fakt jam bije komunës Gjakovës, po tash na pinone, adin se që ka të shkojnë pinone, edhe babës të me konvenoj ka ajo me kule. E ku jo martu, burim tha me vesh pantulla. Edhe ku mora më arë mas pari, se për para s'ke pas mu taku me burë, kështu, ko erdha për herë të parë me burë temin, me pantulla. Edhe hajde me hite baba, po, hece hinte baba, një shko atje veshi kule dhe të shkohin të burat të baba. Se kishe frikë se qëfar reagimi mundet me posa? Ka që strikt edhe i ashpër? Ka dit me mojt në fakt, se ne ishim 18 fëmijë dhe nga ka, që me thonë, nga ka mojt si familje, si vojza, si, po ashtu ishtin atëherë, ashtu ishtin rëthona atëherë. Sot, me qenë se po thuaj ka dash gjithmonë që t'ju bashkoj edhe t'ju mboj juve të ofert me njëri tjetrin, sa ja ka dalë sot pas kaq vitesh sa po flasim, sa jeni ju të bashkuar, a janë të gjithë në jetë, ku janë, a janë në Kosovë, jashtë vendit? Ne jemi total dikun dhe 120, një pa mesa familjes babës tem, krejt.
Shumica jetojmë jashtë, këtu në Kosovë i kam vetëm 4 motrat martume edhe 2 vllaznit që i kam në Kosovë, tjerët jetojmë jashtë. 4 janë në Amerikë, 3 janë në Gjermani, 4 janë në Suedi, unë jam në Zvicër. Ja ka arrit baba jam Rametlia, ja ka arrit qëllimit, tonë jemi në përpuna, tonë jemi motrën e vogël aloja kam pamartu të fejume, krejt jemi dhe më thonë në përpuna, në për detyra tona, si këta në Kosovë, si na jashtë që jemi gjithë njerëz punëtor, njerëz familjar, verës më ledhëm gjithë bashkë, kështu që ja ka arrit baba jam, ja ka arrit edhe nona dhe baba ja kanë arrit ato qëllimit. Kur u zhvendosët ju në Zvicër? Unë jem dalë gjatë luftës, normal jem dalë në Belgjik, edhe tani mas ne jem dalë, që tash në Zvicër jem që 10 vjetë. 10 vjetë, pra në fillim ke qenë në Belgjik atje? Jo, azilet e parat luftës, unë me në luft jem dalë, kur jem dalë atëherë 4.000 vetë që e kena lëshu rafshë Dugagjinit, mas pari ka qenë Malizi, mas ne ka qenë Shqipëria, ka qenë Italia, ka qenë Zvicra 2 vite, mas ne Franca, mas ne Belgjika, Belgjik kum jetu dikun 14 vite, tani jem këthy prapë në Zvicër jem që 8 vjetë. Në Zvicër që 8 vjetë, edhe qësh janë këto 8 vjetë e fundit në Zvicër? Fillimet e para ishin shumë të vështira, me të thonë drejten, se ishin jeta ashtu e ka, ma keq kum hek në Zvicër, se sa ku jem dalë në Belgjik pa e dit asë një fjallë, që thonë ku jem dalë azil në gjatë luftës. Mirë po tash nuk jam pishmon që kum dru shtetin, se fëmit janë shkollu, unë për veti kum arrit qëllimet e mija, burën një kriz pak kum pas, po ja kum arrit gjdo gjohë, ja kum arrit për vetën time dhe për fëmit e mi jam shumë krenare. Në thonë drejten, mundi ja ka vlejt. Ka qenë kjo një kriz që ka qenë e papritur për juve, apo deri në qfar shkallë e rezikut, po them, a jeni të gjithë mirë? Me thonë drejten, kur marrë me folë për këtë pjesë, duhet me shkru një roman, po unë e desha veç pak në pikat shkurta, ndoshta është një mesazh i mirë për këto femrat që ndoshta ballafaqohen me rastet e tilla. Veç një po thom një hallë jam, Ramet Post ka thonë, me një sa herë të bën burri nervoz, njën promi me ndru një sëjën. Po edhe femna burrin sa herë e bën një sëj, gruja dhe me thonë, prapje një sëj. Po njerëzit duhet me gjetë një gjutë për bashkët, sidomos kur kanë familjen. Unë në 2007 isha 7 vjetë pa dokumenta në Belgjik, kur i mora dokumentat mas 7 vjetë në Belgjik, burri jam ka qenë luftar i Kroacis, 18 vjetë, ka qenë Macedoni ushtar edhe ka shku në Kroaci. 6 muaj ditë nuk e kanë ditë burrin tema është i gjallë, është i vdekur. Dhe me thonë, deri sa një shok i veti ka rarë mina, ato të mina si kanë rarë në fytyrë, edhe ajtoni ku ka qetë shumë gjak, edhe e kanë ditë që kë sjetën mo edhe e kanë lëshu. E kanë lëshu se ka qenë rob i në zonën prej onës shkive. Dhe me thonë, edhe kur psikologjia e thotë, se unë kum punu në Belgjik në psikiatri centrum, si lloj psikologe, psikologjia e thotë mas 40 vjetë, 45 vjetë sanët që ka i ke kalu për para, kanë më të përsërit. Dhe të nëse je shumë tip që edhe burit tam për një moment, unë isha 10 vjetë pa dokumenta, pa familjen, në momentin që i mora dokumenta, të bo një gzim shumë i madhë, që s'kisha pa familjen, ra kjo pa prit e burit që mos mu, e pat një kriz depresionit shumë tramë. Mirë po, unë jem kona jo femën që për 14 vjetë e kom pas një burë shumë të mirë. Bele një shok mu me thonë, si jo një burë, po një shok, një vla, një motër, edhe pse s'kisha vla, motër, nën, babë, kërkon se kisha ofër, edhe isha pa dokumenta, unë e burën e kom pas gjithë shka njetë. Edhe aty s'kom hek dorë pi atina, e kom shëru vetë, kom ngajt vetë, se dhe kom bo me ditë ku jenë fëmija, ku familja, ku e jeta, se se ka dita s'ku është jeta vetë. Përgëzoj se një behje për gjithë këtë forcë të ndën, me gjithë këtyre sfidave që në ke ballafaqu nga diçka e papritur edhe e pa njohur, sepse në fakt to sigurisht prekin shëndetin mendore dhe janë specialistët edhe njerëzit e veçantë për t'i trajtuar. A i kishe ndo një moment në një më dyshje se mos nuk po mundesh me ja dalë, mos nuk po di me i përbalu
situatat me rrezik të lartë ose Kur se ku mendu? sjelljet e tij? Kur? Jo. Unë e jem ra se kom ditë që quena e gjallë. Ashtu ka Pse qenë. po thu kështu? Po ashtu ka qenë smundja. Dhe me thonë ka konë rasti shumë i rëmë. Po unë s'kam ditë më frigu kur. Kur njetë, kur. Unë jem çdo me nxes, kom falë sa bojnë, unë jem lutë vitëm për burin tem. Unë jem lutë vetëm për ato, vetëm ato ta kthen jetë, dësha që dhe gjohë. Vetëm burin tem ta kthen jetë asnjë gjohë. Edhe kështu që unë mendoj që edhe këto raste që po ndodhin në Kosovë, këto farë që po vriten, që unë mendoj se ma shumë që i morin qaf njerëzit e shtëpisë, këta persona nuk i merren qaf kërkushe. Unë jem kone e personi, edhe kum pas fat ndoshta që edhe kum qillu jashtë, s'kum pas edhe, se ndoshta me pa qenë në Kosovë, ai mos shko, ky mos bën, a kupton, është një tjetër jetë, ndoshta këtu është një tjetër jetë, nuk muj me të thonë kur gjo, po për atjen jashtë unë kum gajt vetë, unë s'kum vetë kërkon, jo bënja qështu, jo bënja qështu. Unë e kum ditë burin tam që she kam, edhe e di që do ta baj. Edhe ato do me thonë kum gajt, kum hec, kum këqyr, unë e kum bo sot atë person që me ditë kum fëmija, ku familja, ku është çdo gjo për jetën e vetë, nuk jam pishmon pa asnjë sen edhe nuk jem dërzu asnjë herë në jetën time. Po fëmijët, sa ke pas vështirë me i mbajt ata, po them larg kësaj situate që mos me qenë edhe shumë të shqetësum, se po thu vazhdimisht që ke qenë vetme në krejt këtë betej. Fëmijët sa kanë qenë vegjël i kum mojt larg. Larg edhe fizikisht? Po. Larg i kum mojt. S'kum dosh fëmijët me i angazhu hiç absolut. I kum dosh fëmijët me mojt jetën e vet, me këqyr jetën e vet. Adin nuk i kum afru nga hiç. Çdo gjë e kum marr vetëm mi supet e mia, që thoj, mi kratë e mi. Edhe fëmijët i kum mojt larg. Nëse fëmijët kur u rritën ata e kuptun, mirë pa ajo e modhja shkoj, do me thonë, se smuja psikiatrisht është smundje pashërueshme. Veç kush të rënë, se buka kur thejet ajo në gjitët, po vija jetë në mes. Pra po thua që është shumë e vështirë që ajë të kthejet në gjendje normale. Ajë të kthejet mo që shokon, asnjëherë, mirë po, me ato shka përparim të gjendjes ka edhe dëmet janë shumë të vogla. Po, do me thonë, është tjetër, është kryesore për mua është me ditë ku ka gruan, ku ka fëmijët, ku ka familjen. Kjo është, për mua është kjo e rëndësishme. Edhe kështu për tjerat sene, tjerat janë tani mas. Kështu që fëmijët i kum mojt larg, nëse kur u rritën fëmijët ata e kuptuan tani atë situatën, po vetë i kum dalë monësh. Në të njëjtën kohë edhe ke punu atje? Po, patjetër. Si qka, ose cilën konsideron një nga punët që e ka boat kthesën jetën tënde, të cilës sot thu fatmirësisht e kam bo, sepse sot kam gjithçka falë asaj puna, asaj eksperience, ati shkollimi? Në thonë drejtën, unë thash jem lind për këtë pjesën e estetikës, unë e kam biznesin edhe këtu në Prishtinë, edhe atje në Zvicër, edhe gjithmonë kom mendu me ha biznes, mu morë me punën e estetikës, se unë e kum dasht. Mirë po, për në Belgjikë, i kum mojt 3 puna, më të thonë drejtën. Para ditë e kum shku në psikiatri dinst, se mu dufke edhe raste që ish. Prej 12-ve kum shku në lokalin tam, mas ne kum shku në promje prapë në punë. Kum punu i jashtëzakonisht shumë. Kër jem dalë në Zvicër pak ma pak, tash që 5 vite punoj me biznes temin, punoj edhe atje në punë shtetit në spital, kështu që unë mendoj që puna është sukses i mirë, unë mendoj që sidomos për neve që a jemi jashtë, puna është një send që neve na bën mundi mirë me harru çdo gjë. Se kur si nga atë familjes, ne, se tash janë dalë gjonat, o hek vizja, po ustojnë, po ende njerëzit, është pak më ndryshe, mirë po, kur deri tash që ka qenë një situatë jo e lakmueshme, u duhet me tu pak ma rrallë kështu, për mua është puna është gjithçka.
Duke që kjo është arsyeja që të ka motivu çdo herë më tepër me vazhdu rrugën përpara, pa pengesat. Ju jeni diplomuar edhe si kostumografe dhe grimere në Zvicër, e filmave në mosim, gabim. Më trego pak prej nga kjo shtytja me studiu në këtë fushë dhe eksperienca që ke pas atje. Më të thonë drejt, Blerona thash kom pos për kretë fëmive, nështë për kretë aty në fëmive, nështë muj me thonë që unë jem kon një fëmi që kom pos qef me qanë shumë person publik. Mirë po atëherë kanë qenë që kanë qenë koha dhe u konë bak në ndryqe. Kë e ke idolizu aso kohë, pra, nëse ato pak informacione ose ato pak muzike, programe, komedit, sa jënë po, kë e ke pas shumë si personazh? Me të thonë drejtën atëherë nuk është që ka pas shumë këngëtare, shumë po. Po, ata që kanë qenë. Ndilën e moment që del ke Shqip 12 e gjysë u konë emisioni me knu me Sharkia dhe atëherë ka knu Remzi e kjo Resmije Kiden e kemi në shotit tonë. Edhe rujshim Rifatin, edhe Resmijen i rujshim që delëshin e kënojshin me Qiteli. Mirë po unë e gjithmonë këm pos qef me më shu Qitelis, këm pos qef më konë të shkolla person pak ma publik, këm pos. Mirë po atëherë ishin rëthonat, nuk është që të jep ke mundësia më shkullu, me shku. Sikur të kisha qenë që tash edhe njëherë me këthy kohën, për zotën zdi ku kisha rritë, se e kum dasht, mas por e kum dasht vetën, mas ne i kum dasht gjona tjera, se po se dasht e vetën, së mund është me dasht kërkon tjetër. Po prap ke arrit mjaftueshëm, pra je sot pas kaq vitesh duke mbajt të bashkuar një familje, që është shumë e rëndësishmja, duke rrit fëmijë, që është një punë dhe një gjë shumë e madhe dhe mbi të gjitha keni edhe bizneset tuaja, kështu që konsideroj që nuk duhet të ndiheni shumë pishman sikur, ani pse dëshira normalisht që është më madhe, po le t'jallim rrethonave të kohës gjithë fajin, në? Po, s'kemi qa bërë ndryshe, duhet pajtohemi. Jo, tash s'kish ka bon, tash dhe më tranu ato kohat ka nikë, më ka shkua, jo, po kjo e pjesa e kostumografit ishte pjesë në Zvicër që jem diplomu, kam lujtë edhe me një film në Zvicër, me thonë drejten. Ishte, do më thonë, pjesë që unë e duar këtrimin, edhe gjithmonë jem konë person që ku jenë bo darsmat për para, kom shku, kom me mitu njerëzit. Një shpirt artiste e ti. Jem konë shumë qesharoke, edhe tash jem person që kur hi me një të bim, pashti njerëz me kesh është e pa mundur. Edhe kjo ishte ajo arsyeja si pse mos ta bëj edhe këtë pjesë kostumografe filmit. Kështu që, po mas nej kur e qela biznesin, pak u shkputa be asaj pjese, se hina me biznes temin e mira. Apo ka punë, zënja Behije? Në Zvicër thuhet që punohet mirë edhe jetohet mirë, marë parasysh dhe standardin e jetës atje. Punë ka, si këtu, si atje, falenderoj Zotin, unë e kam vetëm për më Prishtinë, kismet me ndoj shumë shpejt me hapë edhe një në Gjakov, edhe ka punë, nuk është që ka, se unë e me ndoj si teknikën cilën e kam unë në qendrën time, për në Kosovë nuk besoj që dikush e ka. Originalin është fjalla, se kopje sot të bojnë... Se po thoni që mund të ketë edhe qendra estetike që kanë aparate jo të certifikuara pra për produkte ose për tretmane estetike? Po. Ka. Shumë bele se jo mirë, sepse kjo me njëherë na qënë të rreziku që mund të kenë klientët. Me thonë drejtën, unë pak në këtë pjesë nështë ta njerëzit prejken, adent tash pi bjen kjo punë sukur po du mi u bo keq aty në personav që i kanë, po në thash teknika sot, interneti sot, thash mu e ty, munën me na bo kopje me na qilë me na shqitë sot. Na pikturojnë edhe na qesin e na shesin. Qaqë si ka arrit, do me thonë, çdo gjohë teknika ka arrit. Edhe kur nuk mundet më konë një aparatur që blejet me një çmim që e din vlerësimin se ka së një aparatur që është e njejta, që shitet nështë për një çmim shumë të lirë. Këto raste që unë e kom racit në Kosovë është që e qesin ta ma shembull hydrofacialin e qesin 15 euro. Si ka mundësi 15 euro?
Nëse ajo e ka ble teknikën sa unë e kum ble, ajo kur 15 euro nuk e qetë atë, se teknikat ka unë, një teknikë që unë e kam qendrën time, e kam dikun dhe $15,000. Edhe shpesh herë kur hinë... Sa duhet jetë një seansë me të? Nëse jo 15 euro? Këtu në Kosovë, jo, kjo 15 euro është qëtër gjohë, po kjo në Kosovë së një alëshon ma shumë qmimin se sa 50, ma shumë së mundësh me alëshu. Po, unë e biznesin në Kosovë e kom hapi jo për përfitim me jetu në Zvicër. Absolut jo. Unë e kom hapi biznesin në Kosovë me qelë vend pune, kom dash me investu në vendin tem, me orë me po vendin tem, me tregu qelësit punës, edhe me tregu sene që më të vërtet ja vlejnë. Se për përfitimet e Kosovës, unë në Zvicër nuk jetoj. Se kanë dalim... E kemë plan të kthejesh në Kosovë për tjetu? Apo vështirë me e në Zvicërën? Më thonë drejtë, unë në eru ktheva një 3 vjetë, shkojsha në Zvicër vish si pushim, edhe në visha këtu shkojsha, mirë po isha këthy, sa përsi s'moj me jetu isha këthy, pa problem isha këthy. Amo vetëm një, nështë balafaqimi me njerëzit s'kisha mujtë. Nështë kjo pak është pak ma e zërshme për neve që jetojmë. Se na jena rrit me qëtë gjak, na jena qëto, jem rrit qëto, jem thash krejt. Se qëka është ajo që të shqetësën të shoqëria në Kosovë? Në Kosovë, në shumë sene. Ski besim me full të njerëzit këtu, ski që shme thonë një farë mënyre, s'po di që me të spjegu tash nuk jemi njerëz që na e kuptojmë shoqin. Shumë pak janë ata persona që na mundemi me kuptu të shoqin. Shumë pak janë ata persona që na mundëm me bo një biset lirë ose po të flasë që të biznesi. Unë për veti, ku e kom posë, herën e parë e kom posë biznesin në Fushë Kosovë, mu më kanë prit jashtëzakonisht shumë keqë në Fushë Kosovë. O konë veqim përson që zdërzona, se shpesh herë dhisha të shti sendën në kamion edhe tiki edhe mos ta kthej shpinën moka Kosova heqbele. Po jëm përson, dhe më thonë, njerëzit këtu, unë mendoj, ju që jemi na, se neve na atje shteti ku jeton, ti duesh pa tjetër mi u bindë që atyne senave që aty ku jeton. Se duesh mi u bindë që asaj kulture, duesh mi u bindë që aty ambienti, duesh me shku me regull në punë. Do me thonë, s'ki ku me ikë, ndash me jetu që aty, mës ndash me jetu që aty, atëherë s'ki tjetër zgjidhje. E këtu në Kosovë e kom pas vështirë më ballafaqu me njerëzit. Pa morë për asysh, edhe të familjes, nuk është punë në shoqëria, po edhe me njerëzit e familjes, do me thonë, është e zërshme komunikimi, se ti rrit me një... Të kam paragjykuar ty, me që se po përmend familjen, të kam paragjykuar për punën që bënë edhe për... Shumë. Në qëfar forme, edhe ato direkte duke të? Po, krejt kanë paragjyku, sidomos për biznesin që e marrë dhe kom hapë këtu, shumë bile. Pse u këthuj, pse biznesin, pse i kipi Zvicë, lojloja. Po për mu është më rëndësi fëmijët e mi që jenë dira hatë burë jam kjo. Nuk e dija e keni një shpreje që kom folë në për intervista tjera. Unë e thëmë, kur e ki dilin për mi kry, ratë sa cjelen rreth, ato jenë të kota. Kërsoja mu pike shiot nuk më lagë. Kështu që unë e dile kom pas burin edhe për tjertë. Bukur. Kam dëgju që e ke me shumë dëshirë që të jesh gjyshe sa më parë. Besoj të t'jesh një nga të gjyshet që përkra edhe jep dashuri pa kushte për nipin apo mbesën. Unë kur taku djali me këtë vojzën... E ki taku ti më duket? Nusën? Po, mas parë në fillim se të filmi imi taku të thash. Edhe kur e takova aty, nusën i thash djallit, qikës i thash, në fakt që ke qiko ka e mirë për djallit temin. Nese kur e djalli u taku, i vi që kalzova djallit, a i djalli e takoje. Mas andajna ku po 3 mujtë a mamë po të mu feju, thash unë, kjo ka shpejt kështu. Nuk është që e kom prit mirë, adhe titullin gjyshe, se mu do ke vetja halore. Thesha, pëse po dojnë më bu këta vjerë herë le të presin, që kanë kështu. Ku ata u fejun bashkjetun për 4 vite. E në vitin e kalum, në augustës e kisha dasmën. E kom përjetu dasmën i jashtë zakonisht shumë. Në kur se kisha mendu që kom e përjetu
Qatë shumë. Unë e 3 ditë që jem lodhë. E ke shiu pra, pa funda? Maksimumin. Në vjen mirë. E tash ja u thomë fëmijëve, hajde, gjyshe po du mu bo. Nuk e di pse po më pëlqen tash fakti mu konë gjyshe. Shumë që di. Adin është një sen që vjerë nuk është që e kumë pranu, e tash gjyshe ma e vjetër je. Por nuk e di pse, për thëmë, hajde tash ma shpejt bëm një gjyshe, a momës më nënës unë ja u rriti të najerët, se unë du me danë me shëtit për vete. Sa ta merë këtë titull edhe shek, kështu thonë të mduke gjitha gjyshet, e më pas dojnë me najtë veç ofër fëmive. Zënja Behi, shumë knajtësi që të po ata këto, faleminderit shumë që erdhe. Në këta minuta prekëm veç pak prej gjithë përjetimeve të jetës tënde, por të faleminderit shumë. Shumë faleminderit, gjithashtu respekt për juve, për stafin e juve, shumë faleminderit. Shumë suksese. Do të ndjekim miq në vazhdim Dionën dhe shpalosjen e ofertës javore.